udhëtarët janë disa llojesh. Patjetër. Janë ata udhëtar kulinar që shkojnë mbas kuzhinave dhe shumë mirë dhe duan të shijojnë çdo lloj produkti që bëhet atje. Unë për shembull nuk jam kështu. Mua më mjafton një copë buke me vete. Mjafton që të ha diçka. Kur më hat, unë dua të ha diçka dhe vazhdon ultimi. Çfarë ti bëj bashkëshortit? Se këta burra duan ndonjëherë të hajnë shumë. Po për mua s'kam fare dëshira të tilla. Dhe ka turistë që ju pëlqejnë këto landscape-ët, këto pamjet, siç e përmendë pak më para. Alaska për shembull dhe Mongolia janë të tilla. Edhe Tasmania nuk kanë pallate, nuk janë qytete të mëdha. Zelanda e Re nuk janë të tilla, po ti kënaqesh edhe të mbushesh shpirti plot me natyrën, ti je njësh, ti je i krijuar i Zotit në atë çast dhe je vetëm ti dhe natyra dhe s'kam më lutur. Ka edhe nga ata për shembull që janë turistë të civilizuar që u pëlqejnë qytetet e zhurmshme. Metropolet janë bukura, ka tipër shumë që pëlqejnë, ose të muzeumeve që ndjekin muzeumet. Unë jam tek jeta muzeumet. Jo dhe aq, e di pse, se nuk dua të harxoj kohë në për ambiente të mbyllura. Ndërkohë që në atë moment unë mund të jem diku jashtë, duke ecur, duke bredhur, duke kërkuar një vend tjetër, duke hyrë, për shembull nga muzeumet pëlqejnë këto të hapura, në qell të hapur.